Këtu ndodhemi në këmbët e urës së lumit Shkumbin, të cilat po degradohen çdo ditë për shkak të gryerjes që shkaktohet nga ujërat e vrullshëm të këtij lumi. Kjo urë është e vetmja nyje lidhëse që lidh qytetin e Elbasanit me zonën e Gramshit, por edhe me zona të tjera si ato të Shpatit apo të Dumres. Institucionet përkatëse duhet marrin masa dhe të ndërhyjnë para se kjo urë të kthehet në të pakalueshme. E ndërtuar në mes të viteve 60-70, në të ka pasur shumë pak ndërhyrje për mirëmbajtjen e saj. Sot kjo urë gjendet përballë erozionit të shkaktuar nga fuqia gërryese e lumit Shkumbin. Sipas specialistëve, marrja e inerteve për vite të tëra në lum ka bërë që shtrati i tij të thellohet edhe përpasoj këmbët e urës të dalin në sipërfaqe. Deri tani nuk është bërë asnjë ndërhyrje për të përforcuar kolonat e betonit, çka do të bënte të mundur shtimin e jetëgjatësisë së saj. Veç dëmtimit të këmbëve, ura ka pësuar hera herës edhe dëmtime të tjera. Bordurat mbrojtëse të saj janë vjedhur kohët e fundit nga mbledhësit e skrapit, një fenomen ky që nuk ka të ndaluar. Për drejtuesit e mjeteve që kalojnë çdo ditë në këtë urë, rreziku sa vjen e shtohet. Ata bëjnë apel për ndërhyrje të menjëhershme, pasi gjendja mund të përkeqësohet gjatë periudhës së shirave, çka do të dëmtonte më shumë këmbët e urës. Duhet të ndërhyjmë më përpara, Biliz, akoma është vonë. Është shumë vonë për ndërhyrjen e saj, plus se këto kanalizime, këto pjesët e kësaj, më nuk ka ku të vë më. Sa herë mbrohemi, sa herë ruhemi për plasin për le ta shesh mirë se s'ka shi, por po të ketë shira, të ketë ashtu nuk duket asgjë, do i bie makina, do i bie shtim. Unë me motor, pa i tjetër me makinë çfarë bëhet? Duhet ndërhyjet një orë më parë. S'duhet të qëndrohet më në këtë gjendje. Duhet ndërhyjet sa më parë. Ka rrezikshmëri kjo? Ai që si nuk ka rrezikshmëri, po mjetet e tonazhit të rënë që futën, gjitha këto që nuk janë. Kaloni për ditë në këtu? Po thuj se herë në 3-4 ditë. Është rrezikshme kjo, pasi ka filluar të dëmtohen edhe këmbët poshtë saj, janë ngërryer nga lumi. Mendoni se duhet tani rreziku është se nga poshtë nuk po shohin apo çfarë bëhet nga lart, bo dëmtohen mjetet. Jarat. Shumë keq. Do të kishin ndërhyr. Nuk lihet kështu jo. Kjo është ja që shifet. Ja, kalon tjetër buba ditë sot to, bam. Nuk e kuptoj pse. Po dëmtimi i këmbëve të urës, për rrezikshmëri për mjetet sipas kush? Po me rrezikshmëria, po derisa janë ngryja ato përbane. Po pa të gryrje, se unë se ka palë, nuk ka. Po du ndërhin, se kjo e rrugë që lidh komplet Krahinda, si Shushicën, si nuk komplet zona aty. Kjo urë është në pronësi të entit kombëtar të rrugëve me qendër në Tiranë. Deri tani nga ky institucion nuk ka pasur asnjë reagim mbi masat që do të merren për rikonstruksionin e saj. Deri në një ndërhyrje nga ky institucion, do të duhet të shpresojmë se dëmtimet nuk do të vazhdojnë.